Prishtina në kaos. Protesta para komunës e para qeverisë. Një qytetari i ra të fekët përballë kryetarit të komunës së Prishtinës përpara Rama. 3 muaj pa paga e mbi 1 milion euro borxhe për naftë. Qytetarët e Prishtinës sot u zgjuan në një gjendje që nuk e kishin pritur asnjëherë. E këtë gjendje të jashtëzakonshme po e përjetojnë më së rëndi tash disa muaj punëtorët e trafikut urban. Ata kanë 3 muaj që kanë mbetur pa paga, derisa sot kanë vendosur të bojkotojnë punën, por jo vetëm për shkak të pagës, sot ata nuk ishin as naftë për të vazhduar punën. Ilmi Gashi, kryetari i sindikatës së punëtorëve të trafikut urban, ka treguar se kjo ndërmarrje publike tashmë i ka bërgjë mbi 1 milion euro vetëm për naftë, duke mos përfshirë paga e shpenzime të tjera. Në këtë gjendje alarmante, ai ka bërë thirrje komunës së Prishtinës dhe qeverisë të ofrojnë një zgjidhje për buxhetin, duke thënë se komuna u ka bërgjë atyre mbi 3 milion euro. Me gjithë problemet e shumta, kryesindikalisti ka kërkuar falje qytetarëve të Prishtinës që sot nuk mund të ofronin atyre shërbimin e transportit publik. Me keqare pikërisht pyet drejtorna qytetarëve të Prishtinës. Me na falë për këtë gjendje që kemë ndodhur sot, jo me dëshirën tonë, por pa dëshirën tonë prej furnitorëve që na i kanë ndërprer karburantin pikë spalla. Punëtorët e trafikut urban kanë 1 milion euro borxh për naftë. E në mesin e këtij kaosi, një punëtori të trafikut urban i ra të fekët përballë përpara Ramës. Derisa ati ju ofrua ndihma mjekësore dhe u ndihmua nga stafi i kryetarit, protesta vazhdoi edhe tek objekti i qeverisë. Protestës aty ju bashkua dhe kryetari Rama, i cili vetë se u kishte thënë paraprakisht punëtorëve ta vazhdonin protestën tek objekti i qeverisë, duke hedhur aty fajin për mungesën e buxhetit të komunës. Komuna dhe Ministria e Financave po vazhdojnë të hedhin fajin tek njëra tjetra. Ministri në detyrë i financave dje në një reagim në llogarinë e tij në Facebook hodhi fajin tek komuna për gjendjen, duke thënë se thesari kishte ndarë para kohë një shumë të buxhetit të komunës së Prishtinës për të paguar disa fatura, por që këta të fundit sipas tij kishin përfunduar orarin e punës pa i bërë pagesat e nevojshme. Derisa problemi është dukshëm më i madh se sa pagesa e disa faturave emergjente, komuna e Prishtinës i ka bërgjë mbi 3 milion euro vetëm trafikut urban për naftë e paga të punëtorëve. Ne kemi kontaktuar tashmë me Ministrinë e Financave dhe komunën për të parë nëse do të ketë një takim për të ofruar një zgjidhje në këtë gjendje të jashtëzakonshme, në vend se të hidhet faji sa andej e sa këndej, mirëpo ende nuk kemi marrë ndonjë përgjigje. Po ashtu edhe kryetari i komunës së Prishtinës përpara Rama deklaroi para mediave se ka kërkuar të takohet me kryeministrin e detyrë Albin Kurti dhe me ministrin e detyrë të financave, Hekuran Muratin, po që sipas tij këta të fundit e kanë refuzuar këtë takim. Me prit po presim, po s'po na tregojnë as kur, as nësa, as pse. Kështu që vetëm këtë deshta me ju lajmëru publikut, opinionit edhe të gjithë protestuesve këtu.